Sukses. Baslishmërisë së dhënë nga institucioni prefektit Ervis Moçka është kryetari i ri i Këshillit të Qarkut. Këtë të martë ai ka nisur punën në krye të këtij institucioni, ndërsa ka qenë veti shkreu i Këshillit të Qarkut Sadrit Danaj, i cili dhe mbas deklaratave për mosnjohje të procesit, ka uruar kreun e ri duke i dorëzuar atij punën e këtij institucioni. Sapo ka ardhur përgjigje dhe konfirmimi nga prefekti i Qarkut për mbledhjen që u bë në datën 11, dhe të gjitha materialet janë konsideruar si akte të karakterit individual, do më thënë vendos këshilli për këto gjëra dhe nuk është prehur asnjë gjë për procesin, për të cilin unë i dërgova edhe një ankimim institucionit të prefektit, por si duket prefektja nuk është marrë fare me atë ankimim dhe thekson se është i karakterit individual edhe vendimarrjen e ka bërë vetë këshilli. Megjithatë, ky është një vendim institucional dhe unë kam qenë gjithmonë për të respektuar ligjet e shtetit. Në këtë rast respektoj edhe këtë shkresë të ardhur, edhe gjithë rezultatin që doli nga ai dhe nga ajo mbledhje, pavarësisht kontestimeve të mia, të cilat unë ju kam bërë përpara mediave në atë seancë dhe e kam cilësuar që nuk duhet ndodhte në mënyrën se si u bë, kishte shumë shkelje, biles, dhe dje kam një konferencë shtypi ku kam denoncuar dhe heqjen e një vote, ajo votë për të cilën unë atje debatova shumë. Megjithatë, këto janë procese që i takojnë organeve të tjera. Dhe tashmë unë ndodhem këtu në zbatim të këtij vendimi që mori këshilli edhe ka konfirmuar prefektja, pasi ky institucion është në shërbim të popullit dhe të qytetarëve të gjithë rajonit, të gjithë qarkut të Vlorës, kështu që jam këtu për t'ju thënë që unë dorëzoj të gjitha punët që kam bërë këtu, për të cilat edhe jam paguar nga qytetarët e këtij vendi, taksat e tyre, e kam kuptuar shumë mirë këtë punë, kam punuar me devotshmëri, me përkushtim, dhe do të vazhdoj këtë jetutje të punoj prapë, sepse unë jam edhe antar i Këshillit të Qarkut, edhe antar i Këshillit të Bashkisë. Doja të them gjithashtu se në të gjitha të punën që ne kemi lënë, që unë do të bëj dorëzimet, kam folur me stafin, që do të bëjmë dorëzimet edhe të inventarit fizik, po dhe gjithë atyre procesave që kemi nisur, pra dhe të iniciativave, edhe disa projekteve deri në datën kur kanë filluar edhe kur kanë mbaruar, sepse edhe ajo është një punë e vlefshme. Pastaj drejtimi i ri do ta vlerësoj së bashku me stafin nëse do t'i vazhdoj apo mund edhe t'i devijoj apo t'i korrigjoj ato gjëra sipas mendimit që do të marrë këshilli dhe vetë drejtuesi i ri i këtij institucioni. Kështu që ju uroj në emër të kësaj detyre, të kësaj përfaqësie dhe të gjithë këtyre punëve, ju uroj suksese edhe kryetarit të ri, zotit Ervis Moçka. Urime, një shpim, edhe të vazhdojmë të punë, sepse këtu jemi në emër të qytetarëve, edhe duhet të tregojmë respekt për ata, respekt për institucionet dhe respekt për njerëzit që punojnë. Faleminderit. Moçka ka vlerësuar dhe falenderuar Danajin për gestin institucional dhe qytetar, tha ai. E vlerësoj qytetarin dhe shpresoj dhe mbi thirrje që të jetë një frymë e re. Normalisht ne jemi në shërbim qytetarëve dhe është gjë e mirë që bëhet një kalim pasi jep dhe një frymë bashkëpunimi për gjithë qytetarët, qetësie dhe tregon që institucionet janë në dobi të tyre dhe nuk janë të askujt. Falenderoj dhe të mirësoj. Faleminderit. Punë të mbarë. Pas deklaratave të një dite më parë nga ish-kreu i Këshillit të Qarkut, kalimi në mënyrë paqësore dhe brenda rregullave institucionale ishte surprizë.